Kryeministri bullgar Rosen Zheleskov ka dhënë dorëheqjen e qeverisë së tij, duke shënuar një moment të rëndësishëm në historinë politike të vendit. Ky vendim vjen pas javësh të tëra protesta masive në rrugët e qyteteve kryesore bullgare, ku qytetarët shprehën pa kënaqësinë e thellë ndaj politikave ekonomike të qeverisë dhe dyshimeve për dështimin e saj në luftën kundër korrupsionit të përhapur gjërësisht. Zheleskov bëri njoftimin e dorëheqjes së tij përmes një fjalimi televiziv, vetëm disa minuta para se parlamenti të zhvillonte një votim për një mocion mosbesimi kundër tij. Dorëheqja e tij përbën një zhvillim kyç në politikën bullgare, sidomos në prag të një momenti historik ekonomik, pasi Bullgaria pritet të bashkohet me eurozonën më 1 janar të vitit të ardhshëm. Ky hap konsiderohet vendimtar për stabilitetin ekonomik të vendit, edhe dorëheqja e qeverisë vjen në një kohë kur presioni publik është maksimal. Demonstratat e së mërkurës në mbrëmje treguan fuqinë e pakënaqësisë së qytetarëve. Mira njerëz dolën në rrugët e Sofjes duke u mbledhur në sheshin qendror pranë parlamentit, ndërtesës së qeverisë dhe pallatit presidencial. Protestuesit nuk nguruan të përdorin teknologjinë për të dërguar mesazhin e tyre. Me lazer mbi fasadën e parlamentit u projektuan fjalët dorëheqje, mafia jashtë dhe zgjedhje të drejta. Ky akt simbolik pasqyron thellësinë e pakënaqësisë dhe kërkesën e madhe për përgjegjësi politike dhe ndryshim të sistemeve të vendit. Protestat nuk u kufizuan vetëm në kryeqytet. Mira qytetarë dolën gjithashtu në rrugët e më shumë se 25 qyteteve të mëdha, duke përfshirë Plovdivin, Varnën, Veliko Tarnovën dhe Razgradin. Kjo tregon një zemërim të përhapur gjërësisht dhe një mobilizim qytetar jashtëzakonisht të organizuar, që kërkon reforma të thella dhe luftë të sinqertë kundër korrupsionit. Dorëheqja e Zheleskov përfaqëson një moment të rëndësishëm reflektimi për politikën bullgare. Ajo pasqyron jo vetëm presionin e qytetarëve, por edhe tensionet e brendshme politike, që kanë mbajtur vendin në një gjendje jo të qëndrueshme për javë të tëra. Me këtë zhvillim, sfidat kryesore mbeten të qarta: krijimi i një qeverie të besueshme, zbatimi i reformave ekonomike, edhe një angazhim real në luftën kundër korrupsionit, i cili ka qenë prej kohësh një pengesë për zhvillimin e vendit. Ky episod historik mund të shihet si një paralajmërim i fuqishëm për udhëheqësit politik.